Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV me patjetër për të ndarë me ju ngjarjet edhe lajmet më të fundit. Dua pak të ndaloj tek intervista e Egli Tako së natën e mbrëmshme e dhënë në Top Albania Radio, një intervistë që në fakt e kam dëgjuar me detaje. Publikisht dua ta komplimentoj për sinqeritetin, për pastërtinë shpirtërore, për natyrën se si ka përzgjedhur aq e thjeshtë edhe aq modeste për të ardhur pranë publikut. Tani, që të quash një familje të re, të quash një familje të tretë fansat e tu, ato të cilët të mbështesin, ato të cilët të qëndrojnë pranë, ato të cilët të duart trokasin në të gjitha rrugtimet e tua, nuk ka gjë më të bukur, nuk ka gjë më paqësore, nuk ka gjë më njerëzore. Egli Tako, pa marrë parasysh se në çfarë nivele shikueshmërie, në çfarë nivele klikimesh, në çfarë nivele fame ka arritur, ajo gjithmonë di të fal pozitivitet, gjithmonë di të fal energji, gjithmonë di të fal dashuri dhe është mirënjohëse dhe falenderuese për të gjithë njerëzit në rrugtimin e saj, sidomos për fansat. Egli ka përmendur fansat ditën e djeshme në intervistë, duke i falenderuar për të gjithë energjinë që ato japin, që në fakt është e pazakont edhe është jo e kapshme që artistët falenderojnë fansat në këtë mënyrë publike. Unë gjithmonë kam qenë transparente dhe kam qenë koherent në atë që e kam thënë. Egli është e vetmja që falenderon artistët, më falni, fansat që falenderon publikun që i qëndron pranë, sepse zakonisht artistët kanë një lloj qëndrimi pak të ftohtë edhe nuk është se flasin për këtë pjesën. Por ajo që në fakt ishte pak si e zbulueshme nga ana e Top Albania Radio është fakti se e kanalizuan atë mendimin ton se çfarë ne tani duhet të mendojmë për të ardhmen e Eglit. Nga Egli Fan është një faqe në Instagram që po bën namin duke mbështetur Eglin. Kanë hapur një votim virtual për të pozicionuar Eglin në një nga panelet e Big Brotherit, në këndin e opinionistes së Big Brotherit apo në këndin e opinionistes së fan clubit. Çuditërisht, më shumë klikime ka patur këndi opinionistes së Big Brotherit, por natën e mbrëmshme nga moderatorët e mrekullueshme të Top Albania Radio u kanalizua në një lajm, u shndërrua në një lajm që Egli do të jetë moderatore në fan club, u fokusuan te fan clubi, nuk është se dhanë për shembull një detaj që do të jetë Egli në këto 3 pika që u përfolën, që Egli Tako të mbetet për shembull moderatore në Big Brother, më falni, apo opinioniste në Big Brother, por pikërisht u citua fan clubi. Dhe kjo nuk kupton që Egli Tako mund të jetë pjesë e fan clubit. Tani duke njohur strategjinë se si funksionon televizioni Top Channel që gjithmonë ju ka dhënë merita të merituar njerëzve të cilët vërtet publiku i ka vlerësuar. Për shembull Kiara Tito ka qenë dikur moderatore në fan club Dancing with the Stars, ndërsa në anën tjetër kemi Heidi Bacin, e cila ishte moderatore në fan club, duke u bazuar në klikimet dhe në vëmendjen që ka publiku. Kemi Heidin që ishte në Goca dhe Gra në kohën kur ishte tepër e klikueshme, më pas Loredana Bratin, e shumë personazhe të tjerë të cilët kanë qenë të klikuar, dhe mendoj që duke u bazuar në klikime, në interesin që ka publiku, në atë se çfarë mund të shet si televizion, sepse sot jetojmë në ditën e klikimeve, jam i bindur që Egli Tako do të jetë njëra nga personazhet e cila do t'u udhëheqë fan clubin. Mendoj që është një titull i merituar për Eglin dhe pikërisht deri kur do të startoj Big Brotheri, Egli do të bëj 2 muaj apo 3 muaj një sezon të plot në Yesterday dhe atëherë më do të merr pushimet në një farë mënyre në spektaklin e saj për tu avancuar në një spektakël tjetër. Mendoj që është e qëllueshme bukur, mendoj që është e vlerësuar siç duhet, sepse Egli e njeh bukur këtë punë edhe mendoj që do ta qanë fare udhëheqjen apo moderimin në fan club, por janë ato fansat e Egli që mundohen ta kanalizojnë Eglin në një
pozicion që realisht mendoj unë se e meriton. Domethënë Egli mirënjohëse, falënderuese për të gjithë njerëzit të cilët kontribojnë në të. Dhe shumë shpejt siç duket do ta shohim Eglin moderatore në Fan Club Big Brother VIP Albania.